Hajdini me neve të knoqëm bashk. Po blek, Përshëndet, jemi të shtemi, ja ku jemi sërish bashk në një tjetër fshat, kujdes ondi. Hajde po e lojmë me kalu kjo makina me pastaj. Po ju përshëndet edhe një herë, përshëndetje për zëvërsesh për krejt shikuesit edhe me të shtemi. Jemi në fshatin Magure, komuna e Lipjanit. Qëllimisht e kam zgjedh sot këtë komunë, këtë fshat, me që duke marrë parasysh komuna Lipjanit e ka pozitën shumë të mirë, shumë të rrafsht, andaj kohën e kemi me bordhen në mënyrë mos më rëshqit, erdhëm sot në Lipjan. Edhe nëse rrshasim, belem bim dyqysh si drejt. Hajde po filloj me komentimin e fshatit, qka jem të pa disa shtepi, ndërtimi sipër, disa po duket me qenë banushme, fshati është shumë interesant, po më duket që nuk është fshat i madh, kam pas ftesa marrën këtë fshat, duhet me pas një kujdes të shtum lëvizje kemi gjatë gjithë kohës, kështu që duhet me po ajde përshëndetje, e shkor të rëzohem. Mbas ka marrë malli me xhiru, me borë, pas një viti, është hera e parë për këtë viti 2026, urime, ku do që jeni ju shkoft një viti mbar, fillimisht i shëndetshëm, me pastaj çka t'ja do zemra. E ka një sipërfaqe të madhe, të rrafsht, po dihet, jem të e pa pas kam bar naturen, shtëpia shëndetit përballë saj, po m'pëlqen, pra rruga, se si është infrastruktura nivel, mos të harroj me cik, derisa unë fillova me përgatitjet e mia fluksi është bukur i madh në shtëpinë e shëndetit, të e marr parasysh se jemi në kohën e gripav. Gjendjen e kam të njëjtë edhe une, mezi jam Torontina valla Xhaxhi Polec. Përshëndetje të nderuar. Si jeni? Kena gjoft, pis largë. Për një me, si, aja, me juve, a me ata? Me juve, qësh jeni? Mirë, ju, që shukale? Mirë, shumë, ja? Mirë, ju, Spanjolësh. Ja, ju më nërë, valla, këtë të metë pa mu. Mirë, sukses, në mija, kale mija. Mirë boshi. Mija, kale mija. Edhe ju, me të mira. E falenderoj policinë e mrekullueshme, cilë kujdesën gjatë gjithë kohës për neve, u ndalën edhe më përshëndeten. Falendet, respekt për gjithë policinë e Kosovës, ja pra stacioni i policisë këtë në fshatin Magure. Me duke që është fshati i parë që e ka stacionin e policisë, nëse nuk jem gabim, nëse dhe kam harru se dikon afër 200 epizoda kam arrit me i realizu deri me tani edhe ndodhë që do një here nuk më kujtohet sakt, por sa e di për duket është i pari. Në anën tjetër është palestra e sportit shkollën e Paskan, wow! Çfarë objekti i madh, po shpresoj që të paktën është i mbushur. Nuk është fshati i braktisur, këta policë të mpyetën si po të presin sot këtë në Magure, thash, unë nuk jam të taku as edhe një banor, e kemi parasysh me qëtemime që koha është shumë ftohtë, po dihet që është problem me taku banor kështu rrugëve, por unë me sistemin tem pik gjithsesi do të me tentu edhe me hyne për shtëpi, po ashtu duke marrë parasysh me atë se çka ka ndodhur para disa ditëve, pra që e kanë marrë vërshimet e tërë Kosovën, po shpresoj që njerëzit kanë arrit me marrë veten edhe me u ndërtu sadopak, me që nuk është si jemi mësuna shumë shpesh kështu me na ndodh. Ndoshta nuk jemi mësuar me fatkeqësi natyrore dhe atë shpesh, edhe se di se sa jemi të gatshëm me te i kalu, duhet me qenë të përgatit gjithmonë, se nuk i dihet, po shpresoj që nuk ka pas dëme shumë të mëdha, por nga ato çka i kemi pa, duket që po. Jam të e pa rrjedhjen e ujit, e pas kanë shumë bukur bora, ja ka jep një ngjyrë shumë të bukur fshatit Magure.
Ne po vazhdojmë kështu drejt fshatit. Përshëndetje. Njerëzit janë shumë të respektuar, në përgjithësi në Lipjan, pra është e pamundur me kalu dikush edhe mos me më përshëndet. Po edhe nëse nuk ndalen me bisedu me mu, edhe që më përshëndesin, është e mjaftueshme. E ke kap po besoj objektin e shkollës, është një objekt gjigant, shumë i madh. E thash edhe një herë, po shpresoj që edhe numri i nxoncave është i madh, jam të e pa dhe xhamin, edhe xhamia është një objekt shumë i bukur. E kam pak vështirë, jam mësu kështu me jetë shumë shpejt, por që duhet me u mundu sot ma ka dole, për shkak se nga momenti në moment mund të rrëzohemi. Urzo dorun tina! Po du m'ju tregu që jeni ka të met pa dorun tinën. Me ze kalova endi jam kështu me grip, ishtë një virozë të mërshme. Hajde dhe njerë gjagji polic, janë duke u kujdes sot për mu, policia e mrekullueshme e Kosovës në mënyrë që dori me i realizu gjirimet edhe më shku gjithë shka perfekt, kështu që sot nuk tut na heq, as për i qenit. A nësë tut na kërkon heq, shaka më tut, kërku i satë si këmë bu. Hajde po e komentojmë, fshati është interesant. Vende është disi i zhvillum, vende është jo i zhvillum, është në gjyra disi po e them ashtu. Kjo rrugicë veç drejt, kana që nuk e di, mbetet me u po më duket që me komentim mjafta. A pju duket edhe juve që e te prova? Hajtë po shkojmë me një shkeputje të vogël, po kalojmë në një pjesë tjetër. E jemi në rec, vazhdojmë. Ju të regova që jam ende me grip. Ka po vazhdojmë andi? Mojtas? Djotas. Drejt? Po se pas ka qilë rrugën kërkosh. Hajde une para me bismillah, po shkojmë. Hajde po shkojmë. O, sa e bukur, po mja me burë. O, pa gjus s'ko me lonë. Ka jenë mërë shtëpit? Ka jenë mërë njerëzit? Më sa të bërë. Jena të shtë veç lujna. A mërë e ondi. Shumë interesant, ha? Me burë. Park? Nuk me vrijas që është park për i burës. Po, ato ullë se tash i posh, jam të e po dhe stacionin e autobusave. Në fakt, posh levizje të autobusve, derisa po besha gati me fillu me gjirime. Hajde inshallah, nuk përshosim. Kur ishëm dëvogël, i bëjshëm kështu qizmet me telt në nxet, për mos në rëshit me urdzu. Jo mundu me i modh dëma kështu, që nuk më shosim, po, si dihet. Ka jina të vazhdu, bre? Ka po vazhdojmë. Ju mërë qëfar pëtofti? Verë është, shasan catë ka marë. Hajde në mëre banur, ku jeni? Hajde ma gjallë. Sa e bukur duket nga kjo pjesa, bora me të vërtet i jep një jeshit të bukur fshatit. Masi nuk po takojmë banur, a e bojmë një dërdulec. S'kem qa me bobili hajqët. Dhe i sa të vjene i kosh me na vetë për qka i një donë.
Qebapture, a? Qebapture, është, e pas ka mbyll. Ondi e ki pak e zveshtirë me që duhet me ecë prapa, por s'kem si ja bëjmë. Marketin jem të e pa, e ndriti. Unë s'jem të pas shtëpi, jo vëlla, me hy dikon. Një botek jem të e pa. Ati të ndrejt ishat. Unë e vesh në botik arri. E kjo shtëpia. Epizoda e parë mbas një viti kështu thuja se që po gjeroj në burë, derisa t'ja marrë tash dorën, pak po duhet me pas më shumë kujdes ka po eci se çka po foli. Tim gjujta për një me. Qa me fol? I dolem prapa shkollës. Hem do të mi vendos syzat. Ku i kom do gjëzlëk. Jëm bosi ato plokat. Ka fillu. Tash po mduket edhe pak me shkri. Me që kemi rrezë djeli. Sa isha të thonë dol djeli, po që shedi është shumë gjëna me thotë dol djeli, e ndryshova. Ish pak të ndryshë që të polë. Hajde po shkojme në i shtëpi, po hymë. Në fakt po të rëkasëm fillimisht, se s'mundesh me hy pa të rëkit. Pastaj me gjithë dike. Edhe asë një informacion nuk e kem për këtë shatë, veç vetë që ka kom po, që kom arrit me komentu. Hajt Bob, veç drejt. Hajt Bob, hajt. Ka jem të hi edhe une. Zdia zvet. E knejme a thumë, ka na qetë? Qëtë që ke shpi? Pa na qetë kështë në i rrugë tjetër a thumë. Hajt që po jetëm që. Emisionet në burë edhe mos me fol heq, edhe mos me taku banur, disim duken që pelqehen një qenjëm të e pa prapa, undit, a godzojnë? Zgodzojnë. Shumë qenë, 200, 300, të në rënë, iken. Unë e tutna ma shumë se ata, zdia ka njëri në botë që tutët ma shumë për qenë vesone. Është në televizor kur isha tut në le mo kështu. Oj, zoti shpis! Ku jetu e po ndi? U rikthye miqt e mi, erdhem në pjesën e qendrës së fshatit, e pas kanë një lokal shumë çka në euro, a mundën me qenë edhe këtë trener ka në euro, tim t'i veshëm si pijama se ftoft. Jem të i po disa banor cilët janë të e hek burën, e kemi shumë problem sot me gjirime, me kalu. Këndej e andej për shkak se dhe trotuarët vazhdojnë me qenë ende të përmbushëra, të stërmbushëra me burë, të thotë nuk e kanë pastru rrugën si do të përveç rrugës kryesore. E për kalimtar s'ka problem. Na që jemi orë sot për shembull, burë, akull, kiamet, ftofti madh. Që se kiameti s'mohet me, para shumë vite, të në herë, acar, të në herë, pa ngjyra. Jem të i po dhe hamburgera qëtu e pas kanë edhe një lokal, fast food. Me shku me ndimu që ty në banorve që po hekum burë, me shku me ju bashku edhe na ekipes, bilim, me që s'po shë banor, bilim, shtashem të i po, ajde cili po folni. Përshëndetje! Kush po na fol për juve qëtë? Për fshatin? Për fshatin Magure. Si jeni? Qish po kaleni?
Dorontina. Si je? A je Bravo, mirë? jam mirë. Vjen mirë. E çka je ardhë Magure? A vizita punon, se që ke po mduket në teshat punës? Ani të si i ri? Pse, apo që ka me të mojtë në i kush më zbonë, ata qetë? Indërum që shi, a je mirë, që shmë kaloni? Mirë. Jeni banor i fshatit? Po. Si është fshati Magure? Shumë rregull, shumë korrekt, do të thonë, ke fshat punëtor. Me qka mirë që ata punëtor, qa punojnë? Punojnë afer loj, do me thonë, gratë punojnë pastrim, shumica punojnë ndërtimtari, unë për vete punojnë call center, më në gjesë shkepmi, mbrami e këthejmi. Sikur krejt. Këtu edhe call center, a? Ja, jo, po punojnë Prishtinë. A, Prishtinë, të thotë Po, udhëton. udhëton. Nuk është larg. Ja, jo, Po. 4-5 minuta. Po fshati si fshat sa është i banum? Po është i banum, po tash ti me si që ju në shkip kejtë për gurbet, ka me i pak se thatë. Edhe tash ti nuk i konvenon kërkujna me banu fshat se për pola këna pas minjerën e gurit, gurthysin, tani këna pas Feroniklin, e tash ti Feronikli punon duket me një procentual të vogël, kjo gurthysi s'punon fare heq, edhe s'ka këtu veç një gjumë. Mu bëhet shumë qefi që takova një të ri edhe po bisedon për fshatin. Qa kemi nga të regu tjetër, qka e karakterizon fshatin Magure, për qka është i njohur, si janë raportet këtu mes banorëve, a njini me gjithë? Po njimi me gjithë, këtu jena thuaj se gati një familje, Magurja nuk është fshat, Magurja është qytet. Se Magurja para lufte ka pas edhe komunën veti, do me thonë jena ka në qytet. Tash nuk jeni, a? Tash jena, do me thonë jena në kodët Lepjanët, po shpresojna që në herë më nga këtuja 5 statusi i qytetës. E kishit stacionin e policisë? Gjitha i kena pas me post, e kena akoma postën, po tash te i kanë hek shkoku që lufta i ka prisht shumë sanë, tash shpresojna më nga këtuja 5 statusi qytet. Po, rini sa kam vet? Rini, pak kanë vetë, se shumica kanë emigru. Pse kanë emigru? A nuk jenë kushtet e mira me që deri tash the fshati është shumë i mirë, Jo, ka fshati është gjitha? shumë i mirë, e sane, po se cili po dënë pak ma shumë se sa mirë. Këtu është një farë mesatari, këtu na jetojnë prej dorës në gojë, nëse pe kupton. Këtu e në qytet uja i kanë pak senet ma të sigur, ta është sigurimin shëndetësor. Nëse nuk punojnë, nëse s'muen, është dikush që i ma, këtu nuk i ki këtu. Me të arë mundësia, a i kishë ndru fshatin me ndë një qytet? Jo, Pëlqen me jetu në Magure? që jetu në Magure, së është qëtësi. Qëtësi dhe fshati po duket të zhvillu me i bukur, kështë edhe si përfaqja dhe pozita shumë e edhe mirë. pozita e mirë, është unë kum jetua për jashtë një kohë gjatë, po jam tash të në Kosovë jetë edhe se menoj kur më këty jashtë atë. Po dhe me që punon edhe Normal. pse me lon vendin. Nuk është skec. E ju pse e keni orë të bashkë Magurën e keni zjedh? Unë ka marrë me ftesa, unë i vizitoj këtë fshatrat e Kosovës. Okej. Edhe sot e ka pas rodhen Magure. Ka marrë Mirë. ftesa nga mërgjimtarët, se di se nuk e një ko shumë shkruan, por që sot vendose marrë këtu. Një pyetje isha duke jo u parashtru, martesat a i bëni mes vete, a martoni mes vete? Po ndodhë që edhe martohen, se na familje nuk jena, dhe në fest nuk jena, po ndodhë që edhe martohen, tash të kush ta shkruhet, atë s'ka kush që e ndalë. Normalisht. Cilit besimi për kesnin këtë fshat? Shumë, thuaj se 99% besimit islam. Islam. Po. Tokat po punohen? Se tash si jemi të po me që është borë, nuk po dia s'ka jenë orë Valla me ata. të regu drejt, unë nuk jem fort i interesu në kaja tim, po besoj që Nga po je se... që e din, nga je qka din. Nga e që di po isha traktorët e këtë sani që anë në vakt që kanë më korë ose kanë më ngjill, po punohet. Edhe një pyetje për fond. Fshati Magure, çka dallon prej fshatrave të tjera të Lipjanit? Do me thonë dallën se na s'kena thuaj se kur farlloj kriminaliteti. Zero, Jeni qetë. qetë. Unë në qësa shpinë qele kam krejt. Me Edhe dyrë, jeni, me po. kejt, të në cenet. Do me thonë s'ka kur farlloj krimi. Më pëlqen se e keni një kulturë. Ju përgëzoj. Faleminderit shumë për kohën, ishte kënaqësi. Kaloni mirë kënaqësi. Çdo të mirë i nderuar. Kaloni mirë. Faleminderit. Apo na pret? Qysh ka u bo bre? Kia met, bora deri ngu. Mirë se ka ro bal. Si je, a je mirë. Jam shnosh. Familjen, Valloj po kalojmë. qysh po kaloni? Mirë një herë. Urime viti ri.
Faleminderit. Inshallah e keni një vit me plot shëndet e gjitha të Edhe mira. ju koft juve mire morë. Amin inshallah. Stafit gjithë. juve. Faleminderit shumë. Shqyqër që jeni dol, ka një herë me po pak. Po na çdo ditë dolëm. Po, Çdo ditë jemi në teren. po mirë dhe. Po çish më kalonin këtë fshatin Magure? Tibe mirë një herë. Mirë, nuk o fort keq. Po m'duket s'po e thu kështu ta më mirë, diçka po të brengos. Po më për ngos do të ri që s'po kanë punë me punue. Që aty është pak ma zërë se për muë unë ju më donë penzion mo, i kum kry punë për mija. Që 10 vjetë, dhe tash me do punë mirë në apet, me rrymë punoj. Nuk o keq. Po vazhdon me punu, po edhe pse po dukesh kështu ndej qëndrueshëm i ri. Vallai po. Jo shneta ka qëllu mirë, ta unë po hecin punë, po kam që kje rëthinu më thirën gjithë me punu dishka ko. Nuk o keq. Shkon ky profesioni yt? Elektricist. Po, elektricist. Edhe vazhdon ende me punu këtë punë. Vallai Ne halo po. Ata djenë po mbërtosin me sëp në shtylla mu, po. Tash ka një herë për Po çka u po? vjedhi. S'po bën ryshe, shka me bo. Po, am tregon sa është si fshat i banuar. Qysh? Si fshat, sa është i banuar, a e kanë lëshu fshatin? E kanë braktis? Vallai po, ko gjë. Po, valla. A din me na tregu për afërsisht sa shtëpi munden me kon këtë fshat? Për afërsisht. Dikun 450 janë. Jenë konjë 700, po jenë dollë një pjesë në Lipjan që në jenë në rëthin. Tash konkretisht që aty dikun nga 500 janë. Po. Tash për festat e fund vitit, a ishte i mbushur fshati? A kanë ardhur mërgota? Po, ka pas njerëz, ka pas qarkullim, A i një knoq krejt? krejtu knaq shumë tamam mirë. Mu mushke lokali që tu. A lokali jo vështa? Po, Apo ka punë? mirën, po. Ko, nuk o keq. Shka me bo. Mirë. Për çka një tjetër fshati? Për çka njihni? Çka ju dallon juve prej fshatrave të tjerë? Vallai neve A i një mikrica? tjerave, fshatrave këtu o konë para lufte fort mirë. Se o konë minjera, ka punuen e ka pas punëtur, balle qarkullim njerëzve shumë. E tash Sa e ka dëmtu fshatin tash me që në shumë e ka keni? dëmtu. Tepër. Ka pas shumë të punësum aty? Vallai një 2500 punëtur jenë konë. Po besoj që shumica kanë qenë të fshatit Magure këtë. Magure shumica dhe të fshatrave për une. Po. Ka Por që pas të Lipjanit. Ka pas edhe pi Prishtine jenë onë punë këtu e pi Lipjonit e pi Ferizojit e jenë konë se minjera o konë e fort. Zda dy mirë o konë. A njihni me krejt banorët këtu? Qa kanë bet? Po, A keni raportet mira, a shkonit e njëni tjetri? po mirë. Ja, te krejtë. Për Bajram. Hi, dalë, s'kom problem me kërkon. Se kërkuj, si javë kom putë rrimin milion terra, dhe në kom punu elektricist në kek. Po, Me të njofshëm, a? Me të njofshëm, A, në shkoj ke Kosovë, kam. në gjake kemi këto me të njofshëm. po, dhe se u bajke në ryshe, shka me botat. Po, do ke me priteta me rrugën e hajt me kaluë, nuk o konë kesh. E kështu kur po hyp lart atje, apo të mirën mend në herë? Ju halo, Për një me. valo, ju, Ju, 75 vjetë i ku bon, po nuk peni vetin, adhe kur gjë, suku na përtuh me konë. Hiç e ki frikë, e ki sigurin. Ja, Në veti kështu. po. O të pa se kur i menen parët. Pa paret e omla, tash po ma kona mi a mor një 40 euro për gjysore me punu e punë. Qashtu, a? Ja vlehen të vëni. Unë po du me ju pyet ashti për nxonca, a kanë betë shumë shkolla ishte shumë e madhe objekti. E modhe o shkolla fort, e mire, kejt e kanë marrue, në regull, po ka munges në zonë sa ka. Sa përqend e kanë braktis fshatin, për afërsisht nëse dini me më tregu. Valloj për një 30, po, Ani ju shumë? nuk ka shumë, një 30% jenë dolen. E tash me të pyet fshati ku e ka mbarimin, fundin. A e kanë këtë pjesën kështë? Që kënej vjen për Lipjanit, kënejna vjen për Prishtine,
Qarkullojnë autobusat krejt qësajde. Ku mund e mëne me mbyll, kështu mi thonë mirë mbeqi. Bën edhe Bën qatja? ndolnit që nej, bën. Ski shka bën. Ka ma poshtë, halo qarkullim, se dija e një konë ma poshtë që aty është. Na ishëm në atë pjesën krejt kështu, se kemi taku asë një banor. Ishte shumë problem, po. E kështu me hyjnë për shpia, e kam problem? Ty be ju, Si vjerën kështu, a? Si vjerën. Po si ja vetën e letrat. Po me si ja vetë, sigurisht, se s'ki për shka. Po në veqin shpiv, babam. Po, ajo une. Krema veti. Ajo une jom hi edhe si kom vetë. Po de. Une pune kam, edhe ti Edhe unë punë e Edhe ti pune ki. Janë ma poshtë që tu do lokale, ka do njerëz, ka qarkullim edhe që aty mirë. Mirë. Tokat a jeni të i punu. Wallahi, tokat pak. Pse? Unë s'kam edhe tokë, po edhe shumica i kanë lënë. A jeni ju... Po. As ljap nuk mojnë shumica, nuk mundesh me gjithë 10 vetë që i kanë lëp, që i mojnë. Fermer, po. Po. E ju jeni i lindëm edhe i rritëm fshat. Po? A jeni i ardhëm? Ja, ju morë për i riborit të malë, këto kom jetuë. Që sa vite? Alloj, 68, I vogil pas ke qenë 7 vjetë kur ju morë këto. Po. 7 vjetë. Thuja se veç as pas ke lind, për 7 vjetë si kënë, si s'kenë, shkojnë shpejt. Ja s'kom lind këtu, po... Dhe kuptova one, s'ke Jo, lind, i ardhë 7 vjeç këtë. po, Po thash 7 vjetë shkojnë shumë shpejt. Ja, alloj, mu më shkun edhe 70 shpejt. Dhe, ma 7. Nuk pe di as vetë ka hopen. I bësh 100. E po ju përshëndes, e po ju falenderoj për kohën. Faleminderit shumë që jeni për ka një kafe, mujna me pi. Zoti ju dhash bereqet. Lirë, nuk që pesh kur gjanë. Faleminderit shumë. Ne po vazhdojmë edhe një tjetër pjesë, por që po e bëjmë një shkëputje, po kalojmë në pjesën po kalojmë në pjesën e tretë. Po, Thuj. po kalojnë atash në pjesën e tretë, Qëndroni me neve. Thuj, qëndroni. qëndroni me neve. U rikthyem miqtë të mi përsëri, hajde përshëndetje. Si je? A je mirë? A mundesh me na fol diçka për fshatin? Si je, Dorontina? A je mirë? A je lot? Ç'po ka lënë? Mirë. Si është jetesa në këtë fshat? Po mirë në këtë keq. A ka diçka që ju mungon? Wallahi, ju. Janë gjitha kushtet për jetesë? Mirë. A punoni diçka? Po kështu të vëlloj po i vaqë dhe. Privat. Si po ecën punë? Mirë. Mirë këtë. Po. Çka kishit ndryshuar në fshat? Po i menaj pak ma mirë veç. Mirë që shë kom për porë ma mirë. Kur nuk është bora, a duket fshati i bukur se nuk jem të e poshëm? Po i vallohi mirë, po jo, bash se do të alo dhe pak. Edhe pak, do të më nëjqë. A e kam braktisë fshatin hiq? Vallohi mirë. Sa e kanë lënë fshatin? A kanë lënë fshatin njerëzit, a kanë ikë për i fshatit? Po kanë shku dhe veç ka bëllë këtu. A e ti për afërsisht sa mundën me konë? Po një Që dhe i që... tujnë? Një dhe që... Janë... Afer 800 banor jetojnë këtu, a? Po, edhe ka. A njini me krejt banorët? Po. Okej. Që që keni raportet? Mirë. A ka diçka që nuk jetë mirë në këtë fshat? A keni ndonjëherë ndonjë problema, pa policia? Ja, mirë. Po komuna sa ka punu për fshatin? Mirë, vëlloj, të i tash mirë. A keni problem me energji elektrike? Po, Keni problema? Po, ka nërë, po. Po, jem të i po edhe shtyllat elektrike janë ende të vjetra. Po, të vjetra, dhe. Po, pse nuk janë ndru? Po, në stajnë rëdhe që ta është vëlloj. Se di. Ujësjellësin e keni? Po, Kanalizimin po? po, Shkollën po? po. Qka pa tjetër? Qerë dhe s'keni, a ju? Ja, dhe qere, ju. S'keni. Jo, Mirë, është të shkolla, njëm të të po. është të shkolla një qerë tha? Po, dhe që të ku... Aha, aty brenda Po, objektit. mando. Shumë mirë. Unë ju përshëndes, ju falenderoj për kohën. faleminderit. Çdo të mirë ndërun. Me të mira, ka po shkojmë, ka Blinoj kemi qenë. Blinoja po filloi ka nga këtë, apo?
Andi? Hë? A është me fshat? Apo shkojmë të ndihmojmë burr? O, ka dalë njerëz. Ka fillu me u bo shumë ftohtë. Edhe po shkojmë edhe tek banori me numër 4. Është pra banori i 4 që po dojmë me përshëndet nëse na tregon diçka për fshatin. Përshëndetje! Faleminderit! A mund të marr 2 minuta me ju pyet diçka? Me fshatin. Fshatin! Hë? Lidhje me fshatin Magure. Po, a është fshati Magure edhe këtë? Edhe kjo pjesë? Okej, a ke dalë me hek borën a? Erdhe me ju ndihmu. Si je ndro, hiç për mos e hek dorën tina. Vjen mirë. Si je? Mi falënderoj të prezantova, ti s'po më prezantova. Ja, unë thash dorën tina. Hajde tregoja xhirimin. Dorën tina. Vjen mirë. Si je? Dorën tina, thash. O, no. Po ndoshta nuk më ke dëgju. Mirë jeni? Mirë, falënderoj. Me shëndet, familje? Po mirë, numër po e qira po kaloj. Shqyqër. Si është jetesa këtë në fshatin Magure? Ha, çka me thonë? Si çdo kohë në Kosovë. A ju dallon diçka juve? Jo, kur gjë, diçka e posaçme me rëndësi jo, s'na dallon, kur gjë. Si krejt kosovarët edhe na këtu. Edhe na këtu. Qështu. Si po jetoni? Me çfarë pune? Mirë, Çfarë po punoni? unë e kom kry punën, që 3 vite kam dalë në pension, kom punu në korporatë energjetike të Kosovës 38 vite, edhe mosh punoj. 38 vite. Po, edhe pension nuk kam. Po, këtë kjo është e ditshme. Ja, Kjo është e ditshme për krejt. Jo për krejt. Se ami kontributet e mia që kom punune. Se kom pos 15 vite para luftës, ami për 14 vite që i kom pos. Kontributet e mia që i kom të bue me mjedhone. Jo ti si ki 15 vite para luftës, nuk takon pensioni, sikur ai që s'ka punu kur, sikur unë që kom punu 38 vite, njej. E vërtet. Fatkeqësisht i ka përcjell ky fat shumë, sikur se Po ju. ne shumë fate moj zënjush na kanë përcjell. Na largonën për punë, se na i mbyllën shkollat, e na i mbyllën fabrikat, e na i mbyllën gjitha. Edhe tash duhet pak mu vedisumëre, o kryje lufta, e këna shtetin tonë me punu për që shtetin e formu njerëzit. Normalisht. Shteti duhet me punu për qita njerëz. Edhe njerëz duhet me kontribu për shtetin. Edhe qështu për... Gjithë bashkarisht. Po normal. Unë ju gjeta aty i pastru rrugët. Po. A s'ka qenë dikush këtu ma herët me i pastru rrugët apo Jo, si? këtë rrugë nuk e pastron kërkush. Heq, veç jo. Kështu tash është me burr, por kur s'ka burr, ka mirëmbajtës këtu në fshat? Mbetorinat i të Po bojnë. mbetorina. Po i të bojnë mbetorinat. Ai të bëni, nuk i qetin në rruga? Ja. Nuk i gjuni. Mbetorinat ju, nuk i gjujna, po du me thonë na, gjdo të prante vjen korporata, po du me thonë pastrimi, higjiena teknika vjen i merë mbetorinat edhe, i pagujna muj, qështu. Banor nuk është që po takoj edhe shumë, levizet makinave ka gjatë gjithë kohës. Ku munden me qenë banorët? Kjo rrugë e Me lidh janë qeta? aeroportin. Aeroportin. Aeroporti. Shkoku i aeroportit, këtu qarkullojnë shumë kjerre. Edhe kjo është rrugë rajonale, i lidh disa rajone. Për shembull edhe e lidh edhe shumica e njerëzve ju ikin komunikacionit, vinë këtu, e dalin në Komaran, e për pej shkujnë, apo kupton? Për çata është kjo rrugë e ngarkuar. Me që rruga është afër shtepive, para qëtë rrezik pa dyshim. A ka pas ndonjëherë larg asaj ndonjë fatkeqësi? Po zoti që do na e kina bëllë rrezik, shkoku i qiti objektit prisht. Apo Si kupton? ka mbet ky objekt kështu, çka ka pas? Po kjo ka qenë shpije e një E dikujt. kojshiut këto, ky jeton në Gjermani, edhe tash ju ka dëmtu shtëpia, i ka mirë qështu. Jena në komunë, na kanë thonë që kjo pa konë pronori, na zgëzyna me... Pronori na keni bisedu. Jo, pronori në Gjermani se kena pa konë. Telefona. Telefona, Sta qela. ku me gjetë ato, ku është? S'keni hiç kontakti. Ja.
Thujnë qërë në Gjermani, E nuk e... vire se nuk vjena në pushime? Ja, këtu thujnë se kom po... Se merr një përbagirin, pa e vetë heq. Ja. A? E pa, Zbën ashtu. apo dojnë ashtet? Pa ligji do të me punu. Normalisht. Ligji Por do të- që në raste si kjo, dita ditës, paraqet rrezik. Komuna duhet me kontaktu me ta, apo kupton, edhe me bu një zgjidhje, se kur po dolën me kjerre, është mirë dhe qërë këtu ku e kanë gjitë atë pasqyren aty për mu po që po vinë kjerre. Edhe aty është mirë me në gjitë një pasqyre se shkoku që ku të vinë kjerret me dollë të fshin, zduket shkoku i qiti objektit. Këto fëmija vetë nuk guxojnë me kalu. Ja, me prind valla. Pa në ndonjë kujdestar. Shumica i quajnë në shkollë i përcjellin, fëmijën i përcjellin. Që kjo logja jam, këtë fëmijën i përcjell pe këtu deri te shkolla dhe anasjelltas. Sa logje i ka fshatin nëse ti në nga tregu? Valla kjo është në dy pjesë me sot dion, është E kërme dhe e olta? po, do më thonë, logja në olta dhe olta, A ju dallon diçka juve Jo. kështu? ju. Jeni të njëjtë, me zhvillim sa i përket. Tash pak ka fillue kjo më zhvillim tash atje o me zero, nalt. Se krejt të këto zejet tregtare kanë kalu në këtë pjesë poshtë. Këto i kena atje s'ka, E- një numër i vogël. Tash punimin e tokave po më E intereson. punoj në tokën, unë e kam tokën, unë jam i lindur në qatë fshatin që atje Dobroje Madhe. Po, Po kam në qenë Dobroj. 62-ën boba ka ardhur këtu. Ka qenë punëtor i minierës, magnezitit këtu në Magure, edhe ka dalë këtu ma ofër, apo dhe mos me udhëtu. Ama Dobroja ma e bukur. Ja, Dobroja është, une qëre, Dobroja është, Po të shtiu në është më Paris. këthi. Jes më i më këthi tash se sa jam konë në rrugë, më si që jam këthi tash me penzion 150 euro, Si s'më në i- cene tash. Jo. A njihni me gjithë, se ta mora kohën. Jo, s'është problem heq. Nihmi me na këtu, unë po të them jam pi gjallët e dytës, jetoj këtu. Këtu jam rrit, thuja, se mu kam lind në Dobroj. Mirë, po si 5 vjeqor kam marrë këtu edhe mu këtu tan kohën, tan jetën, e kum kalu qëtu. Kanë vetë atje shtëpia diçka? Na i proni ju? Tu ka po. A i punoni atje po? Po. Atje punoni. Qa po mbjellni? Unë si vjet i kam 55 orë i grën, i kam 55 orë për detelina, se tërfuj që i E thënë. kuptojmë, po. Edhe i kam 55 orë për misën, qështu. Përgjithësi, janë lënë ona shpak punimet e tokave. Po qëre, Ku mendon që ndron ai po Problemi. valloj problemi është, une po të tregoj një rast, gjyshi jam ka qenë 96 vjeqor. A i thejke, po bujnë tur me shku në qytet, këtu njerë me kerë me rezhnika. Jo thejshëm në rezhnika që i bojshëm dujt. Po kom një orë puna kanë më këthy për qytetit ka tënë me keleshnika. Keleshniki është vish një kërstin edhe i qëtë e vogël. Kom një orë puna që ashtu. Tash, veç me u kthy. Veç me E u kthy, vogël, po veç me u kthy. Mu këthyn ka tonë që Une po du mi ju ndihmu, po kam dëshirë me sfidu veten apo ja arri me e pastru pak rrugën, akull, ku ka bon. ju se s'kine He, vend. po thu për zona. Jo. Kusher. Jo. Ha, kusher. Posta unë, ne kam. Posta. Tash kusher ki ka dikush. Që tu është, o sjellë si është të rrjedh që 18 muj. Që 18 muj rrjedh që aty u sjellë si në qysh të mungurit tem. Edhe që tash kenë se i kena lajmëru para 18 mujve, erdhen, filloj aj me bager me punu, jërë nuk ka këta ujt të i sjellësit edhe shkoj. Tash erdhen apet sot, thash që 18 muj është të rrjedh që tu. E shkoku që ati ujet, po bëhet që kjo. Se nuk ish bëhet që kjo që shto. Po shkoku i ujet dhe... A ju ka bon dëm diçka ju vetë i brenda u budet? Ja. E rëndësishme ajo, por që tash jemi në kohë dimri pak do normal. e ka të hieshin e vetë. Ama dhe verës po rrjedh ujt. A kupton? Virës freski, pastron në rrugë, nga ploni. Pasha zoti nuk e di. I ndërum ishte shumë knacit, falenderit shumë për Faleminderit kohën, edhe çdo të juve, mirë, ditën e respekt mirë, nga gjithashtu. dorun tina. Faleminderit nga zëshiri. Kur të ndëgjon intervistën, ndëgjo me vëmendje kur jam prezantu. A u bë? Ishte tash unë qëre, se unë edhe mosha mu ka bu,
Nashtaj s'kom digju mirë, se kom punu në elektron, aty zhurma, edhe më kanë dëmtu vesht, Ka nisë me malë shumë vesh të mulli e mo juve. po, Faleminderit shumë. s'ka përse. Hajde po kalojmë edhe në një pjesë tjetër me qtemi. Falenderoj Bacin Zeqer, po e quaj kështë, Baci Zeqer. Na i ka dha shumë informacione për fshatin, një banor shumë i respektuar dhe i kulturuar. Si ja kemi fillu sot ashtu shumë bash, e kemi bën një rrugtim bukur gjatë, pa e takuar sa të një banor, por ka fundi filloi atmosfera me ungrit, edhe me rënd nivel ashtu siç dijoni me e bu, se me shku me një fshat dhe mos me taku banor, mos me pas atmosferë, nuk e thot kërkon hiq. Kështu që ne me qtemi jemi si drejt fundit. Përshëndetje! Si jeni? A je mirë? Dorën tina, o sa dur të nxeta i paske. Sa dola pi kofe. Je në umër... Kushte e kofe time dhe na ta të nxehen. Ande ata për vinim kaj kofe. Sa të Ju dënojnë tani. Se na dënojnë? Në orë të punës nuk hinë me pi kofe. Ku është na E keni dënojnë? orë të punë. Po njëm shefic vetë. Ajo tjetër ka. Vetën në nëzbëri me dënu. Vetën në në veç moj. Dhjetë, këtë djali kalëzën të djena hinë kofe. Këtë të kalëzë, po ku i kam i kalëzë njëm vetë shefit. S'kom qef me bo shërë, se hajde pim kaj kofe, s'o problem. Unë e shkurt po du me ju pyet për fshatin Magure, Po? për çka njihet ky fshat? Sa është si fshat i banuar, sa e kanë braktis fshatin, çish po jetoni, çfarë po bëni, çfarë po mirrni? Me të thonë drejten, une jam, thuja se jam ledë në Dobrojt Madhe, veç që 15 vjetë jam të jetu që tu, Se ke dol që 15 vite këtu? Po Cila dola ka se qenë arsyeja? gruën e kisha këtu, se për gru se edhe të 25 vjetë ka në gruja të unë, tash 25 vjetë unë gruja të E, pas ke unë bo të gruja. 50-50. Po, normal. Cilat vite kanë qenë më të mira, ato atje këtu këtu? Ja, ato të rinjësi janë konë ma në ryshe, Ato, a? të rinjësi ma në ma në Hajtë ryshe. edhe në pleshni po knoshni, valla. Ja, po, bërë qatë verzen, po pra. edhe në zuni pak se si unë jashtë jam, e për magure e në gjë. Mërgjimtar jeni, ja? Mërgjimtar, ja. Për magure njëfë se këtu kom punu 15 vjetë, shkullosën e 5 dhe në 8 në kumë kërgjë, për Dobrojës kom këna orë të në herë, e njëfë mirë magurën, po që të kohën edhe funit fort nuk Ç'është po ju duket kur po vini? Pa i mirë. Qa kishit ndryshu ju si mërgjimtar, ose për çka ju merr molli mas shumë ti këtu në fshat? Po i fallohi se disha me thonë edhe në... Për kërkon heqë. A keni Qysh mi merë molli këta për neve dhe na për ta. Mirë, Po. Njeve s'po na merr molli heqë. E di qatë, neve pak ma shumë. Ai gore, Ja, po na bëj. pak ma shumë, po ma hitna se mirë është, mirë, nuk është keqe. Apo vini shpesh në Kosovë? Unë e vi se tash jem edhe pensioner, vi bili verës ma shumë këtu, po kësi honi mëzuni puna pak meta këtë dime se s'kisha nejtu. Po mëzuni arsye familjare, diçka meta... Jeni në punë atje? Ja, pensioner. Se isha duke ju thonë së di nonti, Ja, ju kësaj ditusi. pensioner jam. Shëmi, po besoj që po e shijoni tash se keni Po, punu çata- mjaftueshëm. E verës po rri ma shumë këtu, dimnit A atje. keni dikon familjar këtu? A i keni marrë krejt? Ja, kajti kom atje, veç me gru jam këtu. Veç me gru jam këtu. Që ku vini ma shpesh? Me shpesh me gru, se edhe gruja është sot të punu, edhe ka marrë pensionin atje. Fmi keni? Po i kam atje krejt. Atje. Atje A ju krejt. pëlqen aty në morë këtë mshat? Po ju pëlqen, po se për punës tash janë ambientu atje, fëmija në shkollë, janë adaptu atje tash te. O pak problem, fëmija në shkollë, fëmija këtë më qysh me ortu. A me ndoni me u këthy ndonjëherë? Unë isha këthyje, po Kthehet gruja. jo gruja ish këthyje, edhe gruja ish këthyje, po se kam kërkon këtu. Kuna më smu e ku më një mjek, diçka Në problem. cilin shtet jeni? Në Gjermani, Në Gjermani. në Menhelja. Banorët këtu kur po vini, apo ju presin? S'kam me kërkon keq, ku gjë mirë, me të gjithë flasë mirë qështu. Për shembull me kënë ke pi kafe tash. Që tash me një shok punës për para që kanë punu, e thira, dolim që do e pirim kaj kafe dhe a i shkoj të shpija unë edhe i qilogës është i katulit. Kena punu 15 vjetë bashtu, për në 19 kuna kanë largu për i punës, u dajtë unë në Gjermani, a i smujti me orë qështu. Indrum, unë ju falenderoj shumë Faleminderit për për juve, miru kohën. pafshim. Respekt për gjithë mërgjimtarët e fshatit Magure. Çdo të mirë, faleminderit.
Miqtë e mi, kaq kishëm përgatitur për sot sa i përket fshatit të Magure, komuna Lipjanit. Në një ditë dimër me borë, jemi mërdhi, por e rëndësishme është se kemi taku banor, fshatin jemi mundu me pasqyru në mënyrën më të mirë të mundshme, si çdo herë, si në çdo fshat. Kjo ishte e tëra, ne takohemi në fshatin e Rodhës. Deri atëherë, mirëmbëjtje.